Ditën e djeshme një vatër zjarri ka përfshirë fushën e mbetjeve në landfillin e qytetit të Elbasanit, duke shkaktuar një situatë alarmante si në mjedis ashtu edhe në shëndetin publik. Flakët u përhapën me shpejtësi, ndërsa tymi i dendur u përshkrua nga banorët si mbytës i rrezikshëm, duke u përhapur në zonat e gjera përreth qytetit. Edhe pse shumë prej banorëve hezitojnë të prononcohen për kamerat, ata pak që flasin shprehen të shqetësuar nga pasojat që mund të shkaktojë një situatë e tillë. Po mendimi është sepse këtu gjithmonë nuk është hera e parë, gjithmonë e njëjta gjë. Është papërgjegjësi totale e qeverisë. Pasojat vetëm ne që banojmë këtu. Gjithë ty po të vjen brëm darkë këtu, ishte mbulur komplet, nuk do të asgjë fare me ty. Këtu është një zgjidhje që duhet më afatgjatë, jo e përkohshme. Landfilli është bërë, nuk është punë. Mbetet çohen atje, po nuk përpunohen. S'kan ku ti çojnë mbetet dhe çfarë të bëjnë i djegin. Edhe pastaj thonë aksidentale se ku ta diun gjërat e tilla. Nuk bie zjarri, edhe 50 të temperatura nuk digjet asgjë kot. Pa një shkëndi, pa diçka. E ka qeveria në dorë. E këto, te kanë lënë. I lanë mbeten dhe në atë shkallë. Pa e qëllim, sa e qëllim që në detësia, qëllimi i të dyja bashkë, futi me kalu. Shu themun, po derisa mbeten e dy ato, atë rrugë të kishit. Pushteti me dorë, as e qa kokën, as qeveria, as gjitha. Helmi që në marrim neve, gjithë ditën, mas ditët, gjithë helmi këtu erë. Pasoj i ka popullin korriz gjitha. Që të bade, as i gjithë s'ka nërmën të bajnë ata. As i puna saj ku shemet i urë, e një kujtojnë të regulojnë. Po gjithandej nuk e kam që duhet jemi indiferente, se në konë kurrizin tonës, por nuk është se ku dojgjën vetëm këtu. Gjithandej ku të shkosh edhe në një lagje të vogël, nuk po përmend emra ku banoj unë për momentin, edhe atje, një natë po, një natë jo, i ven zjarrin vlerave sepse nuk i transportojnë, nuk i çojnë pikë në mbullimi, s'ka. Me di që ai s'ka punu asnjëherë, me sa që theme, se unë nga që thëri këtu nuk e di. Po duhet punohet, e di shtetit punë. Çdo vend komunist këto gjëra ndodhin. Po a mendoni që ka pasoja të rënda mjedisore dhe shëndet në njerëzve gjithaj Si s'ka, si në Elbasani gjithmonë kështu ka qenë, me tymën e qenë.